Nominimi i kësaj jave ka zgjuar shumë interes dhe ka krijuar një panoramë tepër intriguese për televotimin e nesërm. Sipas një sondazhi të bërë nga fansat, statistikat tregojnë një përqindje interesante të votave. 34% e publikut duan të shohin Casey në shtëpisë së Big Brother, 33% duan të largojnë Ninën, e ndërsa 25% duan të largojnë Lornën, ndërsa Selin dhe Miri janë shumë më larg, me vetëm 4% duke e çuar ata në një pozicion relativisht të sigurt për momentin. Këto numra tregojnë qartë se dyshja Casey Ina janë në rrezik më të lartë për eliminim, pasi kanë përqindjen më të lartë të votave që kërkojnë largimin e tyre nga gara. Duket se edhe puthja e Inës me Casey që u komentuar gjithësisht brenda dhe jashtë shtëpisë nuk ka mjaftuar për të fituar mbështetje të madhe nga publiku, dhe kjo ka kontribuar në përkeqësimin e pozicionit të tyre në televotim. Në anën tjetër, Selin dhe Miri, që po qarkullojnë më shumë në vëmendje në media dhe rrjetet sociale këtë javë, mbajnë një bazë shumë më të vogël të votave për t'u larguar, duke i lënë ata në një zonë më të sigurt për momentin. Nëse këto tendenca të publikut mbeten të pandryshuara deri në transmetimin e prajmit të sotëm, Casey dhe Ina janë emrat që rrezikojnë më së shumti të marrin votën e publikut për eliminim. Në çdo rast, fjalën e fundit do e jap televotimi zyrtar i mbrëmjes së sotme, ku publiku do vendosë se cilët nga banorët e nominuar do largohen nga gara dhe cilët do vazhdojnë rrugtimin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Për t'u informuar për të rejat më të fundit, mos harroni të na ndiqni.